Pasuria që na shpëton. Të dashur miq. Transmetohet se në një vend një person mjaft i suksesshëm në biznesin e tij pësoi humbje dhe shkatroi kompaninë e tij. Ai u fut në borxhe të mëdha dhe gati dëshironte të bëjë vetvrasje. U ul në një park të madh dhe u kujtoheshte se si do t'ja dalë. Unë nuk shkoj kështu të shtëpia ime. Unë nuk turprohem përpara fëmijëve të mi. Unë do ta përfundoj jetën time. Papritmas kaloi një plak i veshur mirë dhe u ul afër tij në karikën e parkut të madh. Dhe i thot: "Po vëndroj që ke probleme. Nuk duash ndoshta të mi shprehish problemet? Ndoshta të ndihmoj." Atëherë zotëriu i tha: "Plak i mirë, kam borxhe të mëdha, jam në shkatrim e sipër dhe nuk di si t'ja dalë. Dua të përfundoj jetën time." "Jo," i tha plaku. "Pasuria që të shpëton është në duart tua, por unë do të ndihmoj." U habit. "E si?" Tha: "Unë po ta nënshkruaj tash një çek të bankës me $1.000.000 dhe unë jam në moshë gati duke vdekur. Nëse jetoj deri në vitin e ardhshëm, në këtë ditë, në këtë vend, më takon sërish." U habit njeriu. Tha: "Ti nuk më njeh mua." "Nuk lën rol. Shpresoj që ju të ri të keni suksese." E nxori një letër që ishte e bankës, ja nënshkroi dhe ja dha. Përpara se të niset, i tha: "Mos haro në mot, në këtë vend, në këtë datë, në këtë ditë." Iku plaku. E vëndron këtë lloj letre, këtë lloj çek të bankës, u gëzua pa mas dhe filloi dhe shkoi më njëherë te kompania e tij. I hapi kompjuterat edhe njëherë dhe thirri në telefon kompanisë të cilën i kishte 200.000. "A bën të jap këtë çekun e bankës si garancion se do t'i kthej parët?" Tha: "Po." "Shkoj te kompania tjetër. Me ilsho materialet që duhet të punoj. Ja siguritë e ke çekun e bankës." "Po." Dhe nisi faktikisht të filloj të punoj edhe njëherë. Përmenda 6 muajve i mbuloi borxhet të cilët i kishte dhe filloi të fitoj. Mirë po borxhet nuk i kthej përmes këtij çekut, po i kthej nga zhvillimi i kompanisë tij. Dhe kaloi një vit, e mor po të njëjtin çek dhe erdhi te parku, mezi priste të takoj plakun, ta falenderoj dhe ta puth në ballë. Papritmas erdhi plaku dhe e pyeti: "Si e kalove?" Tha: "Urdhro çekun tënd pa prek. E kam kry vetëm nëpërmes angazhimit ton dhe pasurisë ton." E mori plaku dhe ky biznesmen e falenderoi pa mas plakun. Në ndërkohë paraqitet një motër medicinale duke fkatur. "Zotëri, zotëri, ku je, zotëri, ku je?" Dhe e ktheu kokën biznesmeni, tha: "Kë e thret, mua?" Tha: "Jo, këtë plakun," tha. "Uroj që nuk të ka shqetësuar," tha, "për shkak se këtu është psiatria, banon në psiatri dhe kanjëherë na ik dhe i shqetëson njerëzit. Nuk di, ju jep do letra kështu pa lidhje dhe kështu me radhë." U habit njeriu. "Pse? Nuk është çek real ki?" Tha: Jo, disa ua ka dhënë, por nuk është çek real ki." Filloi të buzëqesh njeriu dhe tha: "Pasuria pra e cila na shpëton është aftësia jonë. Letrat janë vetëm formë në të cilën kemi garancion në ta, ose në të cilën kemi besim në ta. E gjithë besimtarët në këtë muaj të Ramazanit, besimin e tyre mbështetin në Zot, kurse angazhimin në aktivitetet e tyre dhe fuqinë e tyre intelektuale dhe fizike."
Juve le të jetë një shembull i mirë. Angazhoni me vetveten tuaj dhe krijoni mundësi për veten tuaj, e Zoti hap rrugën inshallah. Ku të qeni një ditë të pranuar të agjërimit. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.